ndryshe prej botës. Nuk mundesh ti pse ke pa Amerikën ose Suedinë ose vende që kanë zhvillim, kanë ligj, kanë shtet, kanë kriju shtet me kohë, domthonjë që me ndryshu çdo gjë brenda 24 orëve. Ti ke ndërtuar Shqipërinë pa leje. Ajo gjë nuk ka për të ndryshuar. Ti ndryshon mentalitetin, prap ke për dalë rrugë e mu ballafaqu me trafikun. Kemi shku ke spitale ku nuk ka ilaçe, kemi shku ke spitale që nuk ka parkim, kemi shku ke doktori që duhet me paguar. Është shumë vështirë në teori mundesh me thonë, libra e bën, libra në film i bën çdo gjë, por problemi është aktual. Ti vjen në Shqipëri, domthon kur vjen në aeroport, aty fillon ballafaqimi me jetën aktuale në Shqipëri. Aty ballafaqohesh se del në rrugë, dalë polici kot, shkon trafik, futet tjetër pa leje, futet kundra tabel, të futet me shpejtësi që rrezikosh me ta marrë jetën. Du me thonë se kalon nga një subjekt në një subjekt tjetër. Kjo është Shqipëria, ndërsa Amerika nëse shef që mjaft është mjaft, nëse shef e ka pa, sigurisht e din edhe ndoshta edhe më mirë se sa dim unë e ti, domthon korrupsionin, aferat, lidhjet e qeverisë Rama me mafien, me kompania që janë offshore, gjitha këto. E fakti që është termi i katërt në qeveri, populli është ngrit komplet në protesta, anë mon bos, atëherë thotë okay. Çfarë të bëjmë, ta heqim Ramën, të bëjmë një qeveri teknike, ta çojmë vendin zgjedhje. Por ndihmon Berishën kjo heqja e Nongradës, nëse është hequr, por nëse shkojmë në zgjedhjet parakoshme tani? Sigurisht që ndihmon. Sigurisht që Partia Demokratike është forcë, a kupton, Partia Demokratike ka elektorat. Po duhet të ndërtoj edhe moralin rreth partisë tani, edhe me individet, plus që atë që mund ta heqë edhe bashkura është vështirë që ta heqin qytetarët shqiptar, për faktin që ata e njohin Berishën, apo jo? A mund të besohet tek një individ për shpresën për të ardhmen në moshën 80 kusur, apo ndoshta mendoni që Berishës mund të jetë hequr kjo nëse është hequr, me marrëveshje që ne do ta heqim, por ti hap krahun. Ashtu sikur e tha ai, që mua ma thanë përpara se të ma vendosin Nongradën, që unë nuk ika, ata më dizenjuan. Nëse gjithmonë kena qenë populli vogël që s'kena vendosur, prap vjen këtë çështja këtë mëdhej. Sado që tjetë vejnë të mëdhej tani, sado që jemi këtu, kanë ditë për ditë Reutersi me Associated Press që transmetojnë live këtë, për live botror. Pra ne po them, por shqiptarët, unë shikosh në krahun tim, demokratë thashën çfarë do bëj Amerika, vetëm shpresat ke ju i kena. Amerika nuk e merr dorën tonë me fut kuti. Amerika të jep një drejtim edhe e shoh që ndoshta kur një qeveri e ka shkel me popullin e vet, mundohet me bë një ndryshim, do zgjedhën Amerika ka përzgjedh gjithmonë ata lider që i përshtaten qeverisë amerikane, nuk kanë qef këta me pas njerëz që të kundërshtojnë ose nuk shkojnë mas interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është ka qenë, është edhe do ngjelet ashtu. Për gjithmonë, ajo është reale, edhe Berisha, edhe Rama, normalisht ka për të marrë njerëz vete që nuk e kundërshtojnë, njerëz që ja zbatojnë urdhat. Kjo është, domthonjë, logjika njerëzore. E shpjegon kjo fakti Sadri që Berisha prandaj mbajti krahun e investimit në Zvërnes? Investimet, sikur se thash në paraqitjen e parë para një javë kur ishim bashkë, investimet kanë qenë. Nuk e dinim që do hiqej Nongrada, tani e shpjegon kjo pse Berisha ishte pro investimit? Një gjë, Amerika është superfuqi, Amerika është shtet që na ka ndihmuar. Nuk është sikur edhe ata protestues që kanë thonë, nuk ka qenë zvërneci, ajo pse njerëz kanë dalë shesh. Absolutisht zvërneci ka qenë ajo shkëndia domethënë që ka ndez komplet pyllin, por problemi është këtu se investimet kanë qenë të domosdoshme, vetëm shikoj nga Velipoja deri në Saron, domethënë vetëm Konispoli, right? Si ka fjalën për ishujt Ksamilin.
Ksamili, më falë, se ta shkon në spolje, se të u bon edhe vite. Ksamili, vetëm ta shikosh Ksamili, dhe mund është bukur, por me pas qenë një kompani e madhe, një fuqi e madhe, dhe mund që e zgjedh problemin e tokave, aty do ishe bo një resort shumë e bukur. Shqipëria do kishte pas 1 second. Po, resorti mund të qenë shumë i bukur Sadri, por jo të gjithë mund të kishin pasur mundësinë që të shkonin atje si të shkojnë tani. Dakor. Por është bo Meksika, është bo Dominican Republic, janë bo gjitha vendet këto Karaibe, dhe mund janë bo me njerëz nga Franca, nga Spanja, nga Amerika, dhe është bashkim monetar i disa njerëz që kanë fuqi monetare dhe ndërtu një resort. Ajo absolutisht edhe unë kam qenë prej 90-s, kur kam pa që kanë ardhur domon investitorët e parë kosovar që ndërtoshin fabrika tullash e kështu gjonash ose disa investime të vogla, por me ndryshimin e sistemit, futjen ma shumë në kapitalizm, çdo qeveri që ka ardhur, gjithë ta investitorë të huaj që kanë ardhur, kanë gjetë pengesa më e madhe ka qenë pengesa e pronës. Amerikanët edhe njerëzit që vinë, që kanë arrit me bo një fortune, domethënë kanë arrit me pas një mundësi me investuar, nuk investojnë, po nuk zgjedhën problemi tokës. Ajo është 1,000,000%. 1,000,000% është garantuar që ata nuk e derën asnjë dollar. E dyta, edhe nëse sikur ka qenë problemi tokës i zgjidhën, qeveritar që kanë qenë aktual në pushtet, pa marrë parasysh se cila palë ka qenë, ju kanë kërku para se me fillu projektin. Nëse ti ke një projekt $100 milion, ka thonë i dum $20 milion. Kjo, iku. Momenti është se kur u dha Sazdani, kur u dha Zvërneci, ishte momenti që Rama mendon se do rrinë pushtet nëpërmes Trumpit, kur ai Rama është që ka bërë intervistë përpara në fushatën e parë kur ishte Trump, tha ky është një rrezik për botën, është një rrezik për Evropën, një rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa nuk e meriton me qenë president. Ky është Rama. Tash herën e dytë, Rama u përgatit me 2 llogor, u përgatit bërë një libër gruaja vet për Kamala Harris, e mendoj se po del Kamala, edhe tash e promovojnë atë librin e Kamala Harris. Nga ana tjetër bani lidhjet me Kushner, me vajzën e Trumpit. Pse? Se e diti se ndoshta ka shanse që Trumpi me qenë prap president. Edhe kur vjen momenti, ai e fut vajzën e vet, që ajo është investitor burri vet. Një sekond, çmenëm të telefonat sot. Sadri, besoj jam i sigurt që telefonata vijnë nga Shqipëria për të pyetur edhe për këtë që ne po flasim. Kështu që momenti, sikur se tash, momenti sot, nëse Berishës, jo shesh në ngrata, nëse Berisha është i mirësardhë në Departamentin e Shtetit, kjo është një ugur i mirë për gjithë ata njerëz që kanë dalë në protestë, për Shqipërinë vërtet, se normalisht gjithë demokrat, ose ata njerëz që janë votues Partisë Demokratike, normalisht që do ngrehen në protest. Edhe pjesa që janë në shesh, nëse ata krijojnë formacion politik, është shumë gjë mirë domon formacion politik i protestuesve, formacioni politik i Partisë Demokratike, formacioni politik i Partisë Socialiste, atëherë populli do votojë për ata njerëz që mendojnë që i përfaqësojnë. Nëse shumica anon ke protestuesit, ke formacionet tyre, marrin pushtetin edhe ta gëzojnë. Sadri, dhe diçka kam, të lutem. Me këtë që ndodhi sot, mendoni që sonte në protest nuk do ketë më thirrje Rama në Burg, Berisha në Burg, por vetëm Rama në Burg dhe jo Berisha në Burg? Kjo është, domon, apo mund të humbet edhe tek Shtetet e Bashkuara, nëse kjo është zyrtare. Mundësia ime, domon, si qytetar shqiptar, sikur njeri është me fol. Njeriu ka, domon, e drejta e fjalës, se drejta e fjalës nuk do të ta heqë njeriu. Unë gjithmonë ku kam pas mundësinë